Me siguri shumica prej jush e keni dëgjuar mjekun duke thënë i ke ndyrat e larta në gjak. Dhe shpesh herë pyetni veten çfarë është duke thënë ky. Çfarë nëse i kam ndyrat e larta në gjak? A duhet të filloj me terapi? Të heq dorë nga ushqimi, mishi, vezët, djathi? Dhe pyetja shumë e rëndësishme, a duhet tani të shqetësohem ose çfarë? Ku në realitet ka dy grupe të pacientëve, ku grupi i parë pacient dëgjon se ka ndyrat e larta në gjak, shqetësohet shumë dhe fillon të mendoj vetëm për ndyrat. Dhe grupi tjetër thot, unë s'kam asnjëfar simptomi. Pse të shqetësohem? Dhe këto nuk marrin asnjë farmase për ta rregulluar atë. Të dy e kanë gabim. Grupi i parë nuk duhet aq shumë të shqetësohet sepse në fund të fundit ose vetë ose me terapi do të rregullohen ndyrat e gjak. Por grupi i dytë mos ta harroj se në një periudhë afatgjate nivelet e larta të ndyrave në gjak paraqesin problem, rrezik në zemër, në tru dhe të gjitha enet e gjakut. Niveli i lartë i ndyrës nuk kep shenja ose simptoma. Kur përmenden ndyrat, bëhet fjalë për kolesterolin, LDL-n, HDL-n dhe trigliceridet. Kur ju ndëgjoni këto, nuk ka nevojë që ju menjëherë të friksoheni, sepse këto i nevojiten trupit tonë. Shembull, kolesteroli bën pjesë në qelizat tona, pra në ndërtimin e qelizave, gjithashtu edhe në hormonën dhe në shumë vende tjera. Trigliceridet janë ose përdoren nga trupi tonë si burim energjie. Edhe pse shpesh herë pacientët kanë vështirësi ta kuptojnë se çka është HDL-ja dhe çka është LDL-ja. Do të mundohem tani në një mënyrë sa më të thjeshtë ta shpjegoj, ku paramendoni sikur në një autostradë janë dy kamiona. Njëri kamion është LDL-ja dhe tjetri kamion është HDL-ja. LDL-ja bën transportin e ndyrës nga mëlçia në periferi. Kur ndyra nga mëlçia merret dhe transportohet në ndonjë enë e gjakut, ajo mund të ngjitet në morin e enës dhe me kalimin e kohës ta ngushtoj enën që gjaku të mund të mos qarkullojë siç duhet. Ndërsa HDL-ja nga periferia e merr ndyrën dhe e çon në mëlçi, ku mëlçia e përpunon dhe thjesht e shkatëron ose e eliminon ndyrën. Dhe prandaj HDL-ja është e mirë sepse e zbërthen dhe e ul nivelin e ndyrës nga enet e gjakut, nga organet e tjera, ku mund të shkaktojnë ndonjë problem. Ta zëmë si kur i kemi vlerët e larta në gjak. Çfarë duhet të bëjmë? Së pari, mos të shqetësohemi shumë dhe mos të mendojmë gjithkohën për ndyrën. Por, të jemi më aktiv fizikisht, nëse jemi mbi peshë ta ulim peshën dhe ta rregullojmë ushqimin. Kur bëhet fjalë për ushqimin, pemë, perime, drithra, ara, fara të tjera, peshk, largoni pijet e ëmbla, si dhe ëmbëlsirat, sepse këto janë një problem i madh. Në fund të fundit në organizmin tonë, këto ëmbëlsira përfundojnë si një produkt i ndyrës. Pirja e duhanit, alkoholi, janë sendet e radhës se cilat duhet të eliminohen nga trupi jon. Një mit të cilën e kam dëgjuar në gjatë gjithë fëmijërisë, por ekziston edhe sot, është se mos hani as pak vezë, sepse veza rrit kolesterolin. Mos u fokusoni vetëm në një ushqim, sepse një ushqim nuk e përbën shëndetin tonë. Edhe nëse han një vezë në dytë, mirë po, pjesa tjetër e ushqimit është në rregull, prap je në rregull. Sendi radhës, të cilën ne duhet ta dimë është që në rast se paraqiten vlerat e larta në gjak, mjeku nuk i sheh vetëm vlerat.
e sheh moshën, gjinin, sëmundjet, të cilat janë të diagnostifikuara si shembull shtypja lart e gjakut, sëmundja e sheqerit, dhe pastaj vjen anamneza familjare. A është në familje sëmundja kardiovaskulare e njohur dhe a ka persona të cilët kanë ndruar jetë nga infarkti i zemrës, nga infarkti i trurit. Dhe kur përmblidhet e gjithë kjo, mund të dim parafërsisht se sa është rreziku dhe sa duhet ne të kushtojmë rëndësi vlerave të larta të yndyrave. Dhe pas kësaj, kur provojmë vetë dhe nuk kemi sukses për t'i ulur yndyrat, vjen në pyetje terapia, me përjashtim të ata persona të cilët janë të rrezikuar, ku është e nevojshme që menjëherë të fillohet me terapi. Nuk kemi kohë të presim të eksperimentojmë, por rreziku është më i madh dhe fillojmë menjëherë me terapi. Prandaj mos i neglizhoni analizat e gjakut dhe konsultoheni përherë me mjekun tuaj se çfarë është e nevojshme unë të bëj. Një detaj tjetër shumë i rëndësishëm është, e di pse shumica prej jush nuk do të pëlqeni këtë format, mirë po personat të cilët pijnë duhan automatikisht janë të rrezikuar nga paraqitja e sëmundjeve kardiovaskulare, sepse nikotina i ngurtëson enët e gjakut ose arteriet. Kur ena e gjakut ngurtësohet, ajo e humb elasticitetin e saj, i cili është i nevojshëm për funksionimin normal i arterieve. Dhe tani, kur kemi çrregullim i elasticitetit, pra ena është e ngurtësuar, si shtesë e kësaj, paraqitet një ngjitje ose një formim i një pllake të vogël në enën ose në murin e enës nga yndyra. Atëherë shumë më shpejt vjen deri tek komplikimi, sepse kemi kombinim i dy faktorëve. Njëri është ngurtësimi dhe tjetri është pllaka e cila formohet. Prandaj, pirja e duhanit nuk ka të bëjë vetëm me frymëmarrjen, por ka të bëjë me të gjithë trupin tonë. Keni kujdes dhe kushtoni rëndësi pirjes së duhanit. Qëllimi i gjithë kësaj është që ne ta ulim rrezikun i paraqitjes së sëmundjeve kardiovaskulare, që ne të jetojmë një jetë më të shëndetshme. Kjo që ka e themi ne nuk është një garancion, por një mundësi për zvoglimin e rrezikeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe shihemi në video të radhës.